Pas largimit të Eglit Takos nga Big Brother VIP për arsye shëndetësore, kanë vështruar edhe komentet, disa nga të cilat ishin negative për sa i përket lojës së saj në shtëpinë e Big Brother VIP. Lidhur me komentet në rrjet ndaj Eglit, ka ardhur edhe një reagim nga opinionistja e Big Brother VIP Neda Balluku, e cila përmes një postimi në Insta Story ka dhënë një mesazh të fortë. Neda shkruan për njerëzit shpirtprishur dhe kazmat njerëzore që bën gjithçka për vëmendje, duke përdorur një krahasim me personazhin e Gregor Zamzës nga novela Metamorfoza e Franz Kafkës. Ajo kritikon ata që përfitojnë nga situatat për vëmendje dhe thekson që edhe pas vështirësive, vërteta dhe vlerat e dikujt mbeten të pandryshuara. Lexoj sonte fjalë, pafund fjalë, ndonse një kapitull mbyllet, shpirtprishurit e kazmat njerëzore që marrin frymë për të kapur një follow më shumë nuk ndalen, e vazhdojnë të rrokullisen me segulldi me veten. Më keq se Gregor Zamza kur u gdhi kandër dhe u ndjen e veri për atë që ishte shëndëruar. Por mos harroni kurrë që një lule mbetet lule edhe kur vyshket në vjesht edhe kur çel në pranverë. Dhe pranvera vjen sërish, shkruan Neda.